Të nderuar shikues, përshëndetje të përzemërt nga palestra Sezai Suroj në Prizren ku bashk do të përcjellim duelin e parë çerek final në Kupën e Kosovës në mes të Bashkimit dhe Go Plus Pejës. Dy rivalët e vjetër të basketbollit kosovar do të kërkojnë një vend në gjysmëfinale të këtij edicioni të Kupës. Ambienti po është fantastik në Prizren. Sigurisht që interesimi ka qenë maksimal për këtë ballafaqim e sa i përket garave të Superligës. Të nderuar shikues, Bashkimi mban pozitën e dytë në tabel pas Trepçës, ndërsa Go Plus Peja është në vendin e tretë. Në Kupë, Bashkimi ka një trofe të fituar, ndërsa skuadra e Pejës 6 trofe të Kupës. Gjithsesi, edhe këtë edicion të dyja këto skuadra pretendojnë që të fitojnë Kupën. Bashkimi ishte afër vjet arriti në finale, por unë poshtë nga Trepça, që tashmë ka 9 tituj të Kupës, 4 prej tyre në 4 sezonet e fundit. Prind Sigal Prishtina me 13 tituj të fituar. Tani për pak qaste do t'i shohim edhe përbërjet e të dyja skuadrave. Në përbërjen e Bashkimit janë Jashari, Bickerstaff, pastaj Bunjaku, Shuter, Mvavu, Bytyqi, Kosins, Gjecaj, Lejk, Ismaili Janjeva e Lejson Zeqiri. Trajneri e skuadrës Bashkimit është Igor Jovovic. E në anën tjetër, Lapi Fletën, Shoshaj Mala, Green Edwards, Hajdari Johnson, Berisha, Sala Begol, Hendon e Sokol Nila bëjnë pjesë në përbërjen e Go Plus Pejës, ku trajner është Gregori Gibson. Ky ballafaqim do të drejtohet nga Artan Gashti, Eldin Uglari e Besim Vitaku, më falni. Ja ku është edhe Greg Gibson me shumë ambicie të dyja palët këtë sezon si në kampionat, po ashtu edhe në Kupë. E peshët startuese janë këto, bëjshojnë edhe gjyqtarët e duelit. Në peshën e Bashkimit janë Bickerstaff, Bunjaku, Shorter, Kosins e Lejson Zeqiri. E në anën tjetër peshja e Go Plus Pejës përbëhet nga Mala, Green Johnson, Dardan Berisha e Hendon. Dhe të kësuar që këto dy skuadra nga viti 2013 janë takuar 64 herë në të gjitha garat. Të nderuar shikues, 26 fitore Bashkimi, 38 ka Go Plus Peja. Edhe sot të dyja palët do të pretendojnë në fitoren për të bërë një hap drejt gjysmëfinales së këtij edicioni të Kupës. Jemi në pritje të startit të përballjes. Dje u zhvilluan dy duelet e para çerek finale, Trepça Golden Eagle Ylli 99 me 102, Bora Rahoveci 79-70, ndërsa krahas kësaj përballje në mes të Bashkimit dhe Go Plus Pejës takohen edhe vllazënimi e Sigal Prishtina. Në shtëpi këtë sezon skuadra e Bashkimit ka arritur 4 fitore, 2 humbje, ndërkohë të respektojmë himnin kombëtar. E thashtë të ndruar shikues se Bashkimi në Sezai Suroj si vjet ka arritur 4 fitore e 2 humbje, ndërsa Peja si mysafire ka bilancë po ashtu. Ndjehet sikur se Bashkimi në përballjet pra në udhtim ka arritur 4 fitore pësuar 2 spata, po shohim në mënyrë grafike dhe peshët startuese. Jemi shumë afër startit të përballjes, na pret një
Ndeshje shumë interesante në mes të gjigantëve të basketbollit kosovar, bashkimit e Go Plus PS. Ndeshja kthimit pas 2 javësh zhvillohet në Karagazja, ku është edhe Igor Jovovic. Përshëndetje ti me gjyqtarin Eldin Uglari. Ja, ku është edhe Dardan Berisha. Shojmë se cila skuadër do nisë aksionin e parë të duelit. Topi është i pejanve. Aksioni i parë i ndeshjes. Dhe kjo koreografi e tifozëve Prizrenas në këtë ambient i jashtëzakonshëm. Ja tentimi nga distanca, s'ka shënim. Nisët Bunjaku. Bunjaku. Shojmë gjuajtjen, ishte në tentimi shortër, mirë po nuk pati pik. Jashtëzakonshme koreografia e arpazhikëve të ndëruar shikues. Na pret një edicion jashtëzakonshëm edhe në Pro Kredit Superligën e basketbollit kosovar, mirë po edhe në kupë. Shortër. Bunjaku. Lejson Zeqirin nga distanca, s'ka shënim, kërcen e merr topin Musab Mala. Ish antari bashkimit është Musab Mala. Dardan Berisha. Dardan Berisha shkon deri në fund, nuk arrin që të realizoj. Merr topin Bickerstaff. Nuk ka pasim në kënd ku ishte vendosur Lejson Zeqiri. Mirë po është ndalur në mënyrë të palejueshme shortër. Topi i takon bashkimit, ja kjo gjuajtje, s'ka shënim, është ndërhyrje pa rregullt në Cousins, faulli është shkaktuar nga Musab Mala. Vjen gjuajtja të lira Cousins. Ka parë në ndeshje realizohet nga Aizia Cousins, lojtari që në kampionat mesatarisht ka realizuar 13 pikë, 6 pikë për duel. Nisën në pejanët. Champion, Dardan Berisha, Musab Mala. Dardan Berisha. Edhe njerë Dardan Berisha. Pasimi në thellësi. Musab Mala, mbrojtje mirë zonale bashkimit. Nuk patën mundësi për gjuajtur basketbolistët e Go Plus PS. Mbetet 1-0 rezultati. Nisët bashkimi me Valon Bunjakun. Shorter. Një shorter, Temtoni shkurtër me atë gjuajtje. Merr topin Johnson, Dardan Berisha, përballë tij Bunjaku. Musab Mala. Musab Mala. Dardan Berisha. Ja, Dardan Berisha. Ja, pasimi për Kempton, i cili gjuan realizon me gabim personal, apo çojmë. Në gjatë spikët nuk janë pranuar. Mbetet 1-0 rezultati, ka kaluar pothuajse 2 minuta nga starti i duelit. Më herët ishte shkaktuar ndërhyrje pa lejueshme. Kempton nga distanca gjuan i pasakt. Marrin topin vendasit. Niset Cousins. Aizia Cousins. Lëvizje të mira të tij, kërkon hapësirën gjuan dhe shënon 3-0 për Prizrenasit. Aksionin anën tjetër, Johnson, provani pasakt. Merr topin Bunjaku. Lejson Zeqiri. Lejson Zeqiri nuk ka realizuar. Lejson i shpejti PS, pasimi për Dardan Berishën, e cili
Nga një pozitë e mirë arrin që shënojan piket e para të Dardan Berishës, piket e para në përgjithësi të Go Plus Pes. 3-2 shifrat. Cousins. Çfarë asistimi mirë i tij. 5-2 rezultati, piket e para për Bickerstaff. 3 minutat e para të ndeshjes kaluan. 3+ për Bashkimin. Johnson. Kempton. Ja, ku është Musab Mala që qëllon për Treshe. Nga Musab Mala në anën tjetër, Bunjaku nuk ka realizuar. 5-4 me gjasë ishte 2 pikësh nga Musab Mala. Si me shti gabuar niset Cousins. Gjithje Cousins, pasimi për Shorter, i cili nuk ka të lashe për të realizuar. 7-4, sërish +3 për Bashkimin dhe ka ndërhyrje të parregullt nga Lejson Zeqiri. Shojmë edhe njerë tentimin e Kempton dhe vullin e shkaktuar nga Lejson Zeqiri. E po shojmë edhe pikët e Shorter. Vjen gjuajtja të lira Kempton. I pasak në tentimin e parë është lojtari i parë Pejan që gjendet në këtë pozitë. Shënon Hempton gjuajt në 2 të lirë. Niset Bunjaku, 7-5 rezultati. Aizia Cousins. Lejson Zeqiri për 3, gjuajtja, s'ka shënim. Bunjaku insiston atje, zbalon Bunjaku, nuk realizon Johnson. Dardan Berisha për 3, shkurtër dhe topi përfundon të Shorter. Ajsoni i Prizrenas me Shorter, ndalet atje nga Kempton. Alan Kempton, giganti Pejan. Nuk pati mundësi këtu që të shkonte më tutje Shorter. Vetet 7-5 rezultati Shorter, do t'jep në vjen e gjuajtjeve të lira. Shorter ka 2 pikë të realizuara. Ja ku është e treta, 8-5 rezultati +3 për Bashkimin. Largohet nga loja me gjas Shorter, në vend e tij do t'jetë Nvabu. Johnson. Sërish Johnson. Esward. Mala Johnson. Ska shumë kohë për aksionin e Go Plus Pes. Esward është blokuar. Tove do tjetë për Bashkimin. Edhe një aksion tjetër e Pejanve, e cili shkoj huq në pamundësi për të realizuar. Pas Go Plus Beja, 8 Bashkimi. Kemi tani në 5 minutat e fundit të çerekut e parë. Bunjaku. Tani po shohim këtë përpjekje të Cousins, 5 pikë të tij.
+5 avantazhi I Bashkimit. E përsia më e lartë deri tash e Prizrenasve. Dardan Berisha nga distanca gjuan. Treshe e Dardan Berishës. 10-8 rezultati. Vetëm 2 pikë avantazh për Bashkimin. Ja kjo gjuajtje e pasakt. Kërcen e merë topin atje Edwards. Dardan Berisha ka hapësirë për para. 5 pikë reshtë Dardanit për barazua rezultatin 10-10. Pasimin e kënd për Isaiah Cousins. Bickerstaff. Duheri me Edwards. Bickerstaff realizon 4 pikë të ti. Sërish në e përsi Bashkimi. Ja pasimi për Musa Balen I cili realizon. Musa Bala në kuotën e 4 pikëve. E aksioni radhës Cousins shënon edhe një herë për 14-12. 7 pikë të Cousinsit. Topi do tjetë I Bashkimit. Ka boja atje Green. Do shojmë këto. Radio sportive, tani një gjuajtje lirë do tjetë për Lejson Zeqirin. Lejsoni që akoma është pa pikë, ka vetëm një kërcim. Pasum 10-12. Isaiah Cousins. Tre minuta 15 sekonda luajë mbetur në çerikun e parë. Lejson Zeqirin ka pozita qendrore. 4 pikë të Lejson Zeqirit, 18-12 rezultati. Aksioni pejanve. Ja kjo gjuajtje. Shënon Shoshaj. I sa po inkuadrua në lojë, pikët e para të ti. Ja, gabimi tani. Dhe shënon Fletën. Vetëm 2 pikë për para Bashkimi. Dhe njerë përshojmë momentin e rëbimit të topit nga Fletën. Cousins, edhe një tjetër shënimi ti. 9 pikë në total, 20-16 rezultati. Green, Shoshaj. Musa Bala Gjuani, pasakt me atentim për 3. Shojmë këta tem për të realizuar. Dhe është Cousins që përmirëson gjithçka dhe shënon. 11 pikë nga Isaiah Cousins, 22-16 rezultati. 2 minutat e fundit të çerekut të parë.
Do shohim disa nga statistikat e deri tanishme. 22-16 pam momente spektakolare nga lojtarët e të dyja skuadrave deri tash. Vikasi Kozins të Bashkimi me 11 pikë të realizuara, ndërsa në anën tjetër lojtari më produktiv të Go Plus Pay është Dardan Berisha me 7 pikë. Shoshaj. Ka gjojtjen nga fletën, Shoshaj është lënduar. Druar shikuesi, kujtojmë që në këtë termin është duke u zhvilluar edhe dueli në mes të vllazimit dhe Sigal Prishtinës, mirë po për shkaqe teknike. Ai duel nuk është duke u transmetuar, natyrisht ka ndikuar edhe zjarrin Komodita, pra në fabrikën e Komoditas në Gjakov, ku të gjitha shërbimet tona janë të afektuara, mirë po. Ekipet tona janë duke tentuar që sa më shpejt që është e mundur të krijohen kushtet e sigurta për punë. Natyrisht kërkojmë mirë kuptimin tuaj. Kozins. Gjithnjë Kozins. Kërkohet hapësira për të realizuar, mirë po ka ndërhyrje të parregullt. Është fauluar Lake. Ndërhyrja ishte e Hampton. Një 22-18. 55 sekonda 30 qintat. Kam mbetur lojë në këtë qerek të parë. Ja, ku është Aizia Kozins. Ka mundësi tani për të pushuar paksa pas lojës fantastike që është duke zhvilluar. 23-18. Lojë kerën e dytë nuk realizoi. Shoshaj. Hampton. Dardan Berisha dhe Hampton. Shoshaj. Ja, kjo gjuajtje nuk është e saktë. Edhe një tentim tjetër asaj radhe nuk arrin që të realizojnë treshe pejanët. Insiston Go Plus Peja. Po saktë Esparts. Mbetet 23-18. Disa aksionet e huqura në këtë mënyrë nga Go Plus Peja në këtë qerek të parë, i cili është shumë pranë finishit. Shorter. Shorter. Shkon deri në fund dhe shënon 5 pikë të tij. 25-18 rezultate, këtu mbyllet qereku i parë. Përsia më e lartë e Bashkimit në këta 10 minutësh është plus 6 pikë. Asnjëherë Peja në qerekun e parë nuk arriti që të krijonte e përsi. Lojtari më efikas të Prizrenasit, Aizia Kozins. 11 pikë, 2 kërcime, 4 asistime.
thonë ty m'bank me shku. Ka gabu, hape llogarin ti këtu. Ngam ti mu. Hape llogarin në bankën Procredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq s'ki nevoj për këtë punë bank me shku. Ngam ti mu. Banka Procredit. Goti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi pas marketingut të nderuar shikues. Jemi rikthyer live edhe nga Shalinushi. Duel që është duke u zhvilluar në mes të vllazimit të Sigal Prishtinës, pra në SSI Suroje pas 10 minutave të para bashkimi 25 Go+Peja 18. Ai si Akosien si ka 11 pikë të realizuar, lojtari më efikas i ekipit Prizrenas, ndërsa Dardan Berisha në anën tjetër 7 pikë. Vetëm një treshe realizuan pejanët në qerikun e parë njëjtë, atë sa shënuan edhe Prizrenasit. Tani ka nisur qeriku i dyti ballavaqimit. Shorter. Mvambo. Muhamet Ali Janjeva për Shorter. Shorter, tentimi i saktë është Shorter, 7 pikë të tij. 27 me 18, kjo është e përsia më e lartë e bashkimit deri tash. Hemdon për Shoshajn. Esvarc për Dardan Berishan. Nuk realizon kapiteni Pejan. Nvamo nisët për para, nuk shënon për kanë ndërhyrje të parregullt. Fauli është i fletën, personalja e pare për të në këtë ndeshje. Pasak në gjuajtjen e parë të lirë. Nvamo. Erën e dytë realizon është pika e parë e tij në ndeshje. 28 me 18 plus 10 për bashkimin. Johnson. Krijon hapësirë. Johnson është ndërhyrje pa rregullt. Fauli është i Lake. Jordan Johnson, lojtari më efikas në kampionat, i cili mesërisht për ndeshje ka realizuar 15 presje, 4 pikë, 5 presje, 3 asistime. Tentimi i parë i tij është i saktë. Pika e parë në përgjithësi në këtë ballavaqim për Jordan Johnson. Edhe erën e dytë realizon 2 pikët e para për Jordan Johnson. 28 me 20 rezultati. Shorter. Edhe njerë Shorter. Ktheu topin atje Lake. Tentimin nga Meriton Ismaili nuk arriti që të realizoj. Apo shohim gjuajtjen më pastaj të gabuar. 28-20. Nuk ka shëne, mirë po të shohim, është ndërhyrje pa rregullt. Esvarc provoje që të realizoj në mënyrë akrobatike.
2 pikë të realizuara deri tash nga Edwards, cili e ka edhe një asistime, 2 kërcime. Pasak në gjuhjet në parë të lirë. Edwards nuk shënon 28-20 rezultati. Janjeva për Nvamun. Bickerstaff Gjuan nuk koshën e me insiston atje. As në tentimin e dytë nuk realizon. Bukur veproj atje. Fletën duke marrë topin. Edhe njerë Fletën. Edwards Gjuan. I pasakt edhe kë. Mbetët 8+ për bashkimin. Nvamo, kësaj radhe, mirë vepron duke shënuar 3 pikë të ti. Faulohet Jordan Johnson. Fokusi të Muhamed Ali Janjeva. Befasoj të gjithë kur u larguan nga Sigal Prishtina për t'ju bashkuar bashkimit. Jordan Johnson me tentimin e parë pasakt. Janjeva. Bickerstaff shkëputje ti pasakt. Marrin topin pe anët, niset Jordan Johnson. Jordan Johnson, Musa Mala. Dardan Berisha. Dardan Berisha. Marrin topin Prizrenasit dhe Valon Bunjaku shkon deri në fund për të realizuar 32-21. Pikët e para në ndeshje për Bunjakun, një top i humbur nga Dardan Berisha. E njerë kërkohet time out. Shojmë edhe njerë shënimin e Bunjakut. Pak nashër me bashkëlojtarët Dardan Berisha. Ne do të shojmë edhe statistikat e deri tanishme tek të dyja skuadrat. Është interesant tek sot fakti të ndëruar shikuese vetëm nga një treshe kanë realizuar të dyja ekipet deri tash. Këtë interesant shikojmë edhe një herë të ndëruar shikuese çfarë ndodhi.
Urrejtja e fundit për tifozët, pati edhe hedhje të qësandeve me gjas. Urrejtja e fundit nga gjyqtarët, ja fokusohet Dardan Berisha. Është edhe i gjakosur. Do të largohet në drejtim të zhveshtorës Pejanët në urdhër të gjyqtarëve. Me siguri do të zbrazet pjesa qendrore e palestrës. Sezai Suroj nuk ka kurfar kuptimi që të prishet ky spektakël, të nderuar shikues. Zhgosje do të diskutoj tani me gjyqtarët. Edhe gjyqtarët largohen për momentin nga palestra. Që do të shtyhet për disa minuta. Dëgjojmë edhe vrejtjen e fundit për tifozët. Edhe njëherë nëse ka hedhje të gjësendeve, atëherë do të zbrazet pjesa qendrore. Pamë dhe momentin kur Dardani u gjakos në fytyrë, pati ndonjë hedhje nga tribuna dhe u godit kapiteni Pejan, kështu që ishte pa tolerueshme nga gjyqtarët dhe menjëherë i largohen të dyja skuadrat në drejtim të zhveshtorëve. Tani jemi duke pritur se çfarë do të ndodhë. Gjithçka ishte duke shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme të dyja skuadrat. Në dhanë shfaqje të mirë për ato minuta sa u zhvillua përballja. Ishte një top i humbur nga Dardan Berisha, më pas trajneri Pejan Gibson kërkoi time out dhe pas rikthimit Dardan Berisha mori atë goditje në kokë. Si rrëdhoi atij veprimi. Pas loja u ndërprej e tifozët morën edhe vrejtjen e fundit. Në rast se përsërisin të njëjtin gabim, atëherë do të largohen nga salla.
thirrje ndaj tifozëve që të mos hedhin gjëra në parket. Diku 7 minuta ka mbetur deri tek fundi i pjesës së parë. Një duel që nisi në mënyrë fantastike, me plot spektakel, me lojën e bukur të të dyja skuadrave. Nuk ka arsye që ndërpritet në këtë mënyrë, madje të ketë hedhje të qësandeve ndaj kapitenit, ndaj basketbollistit më të mirë në histori të basketbollit kosovar, Dardan Berishës. Thirrje të vazhdueshme ndaj tifozëve që të mos ketë hedhje të gjësandeve në parket. Të nderuar shikues, pas asaj ndërprerje prej disa minutash përderisa u zbraz ajo pjesë e sallës që kërkuan gjyqtarët dhe delegatit, tani të dyja skuadrat janë kthyer në parket dhe presim shumë shpejt që të rinis loja. Ka mbetur edhe 7 minuta në pjesën e parë. 32-21 rezultati në favorin e Bashkimit dhe loja ishte duke zhvilluar në nivelin e kënaqshëm edhe për tifozët. Mirë, po ai veprim, ajo edhe gjësandeve nga tribunat ku u lëndua Dardan Berisha, u godit në kokë duke u gjakosur. Më pas të dyja skuadrat u larguan dhe ishte kërkesë e vazhdueshme që të mos përsëritën më gjuajtjet në parket. E pastaj edhe u larguan ajo pjesë e tifozëve ku po shohim këtu përmbi tavolinën zyrtare dhe tani duket se gjithçka është stabilizuar, madje sërish pati vrejtje të fundit për tifozët që edhe njëherë nëse ndodh që të hedhin gjësende në parket do të largohen të gjithë tifozët nga pjesa qendrore e palestrës. Lojtari më efikas të Bashkimi është Kazins me 11 pikë e 4 asistime, ndërkohë të Go Plus Peja prin Dardan Berisha me 7 pikë. Gjithsesi tani duket që të dyja palët do të rikthehen në parket për të vazhduar ndeshja të kumbeti. Vetëm një 3 pikësh u realizua nga Bashkimi njëjtë, sikur se Peja të vetmin treshe realizoi Dardan Berisha. Tani do të rinis loja. Tovi do tjetë për Go Plus Pejen. Të 32-21 rezultati. 7-3 shifrat në qerekun e dytë. Rinis loja pas ndërprerjes gjatë, të ndëruar shikues, aksioni është i pejanve. Jordan Johnson. Dardan Berisha edhe njerë Jordan Johnson. Tenton që të kryoj hapësirë, pasimi për Arti Ajdarin. Arti Ajdari. E kjo gjuajtje ka ndërhyrje të parregullt në Hempdon. Për herë të parë në lojë Arti Ajdari, po shohim edhe Dardan Berishën. Fatmirësisht nuk pësoi ndonjë lëndim më të rënd, duket se gjithçka është në rregull me të. Krejtësisht pa nevojshme ato gjuajtje të tifozëve. Në momentin e ndërprerjes duelit Hempdon realizon në gjuajtjen e parë të lirë, është pika e dytë e tij. 32-22. 3 pikë nga Hempdon. Të 32-23, përsia më e lartë e Bashkimit.
11 pikë, ndërsa Go plus Pay asnjëherë nuk ishte në e përsi deri tash. Janjeva. Ja, kjo gjuajtje s'ka shënim. E ndonë kërcen për pasuar me njerë për Jordan Johnson, i cili shënon 5 pikë të Jordan Johnson, 32 me 25. Cousins. Folli është i Arti Hajdarit. Edhe njerë Cousins. Shorter. Bickerstaff. Lejson Zeqirin ka distanca. S'ka treshen nga Lejsoni. Ja, kjo pasim mirë po që është devijuar. Shorter i ka 7 pikë të realizuara. Tani Cousins, bukur vepron, 13 pikë të tij lojtari më efikas në ndeshje. 34 me 25 rezultati. Dardan Berisha. Dardan Berisha. Jordan Johnson. Marrin topin vendasit. Ja, çfarë pasimi, çfarë asistimi për Shorter. 9 pikë të Shorter. Rikthehet avantazhi prej 11 pikësh në favor të Bashkimit. Dardan Berisha për 3 gjuajtja, nuk shënon. Kërcim në mbrojtje dhe kap topin. Aizia Cousins. 36-25. Cousins. Lejson Zeqirin nga distanca Gjuani, pasakt edhe njerë. Ka ndërhyrje të parregullt në Jordan Johnsonin nga Bickerstaff, personalja e dytë për të. Katër minuta 43 sekonda ka mbetur lojë në pjesën e parë. Ja fokusi tek Aizia Cousins, autorin e 13 pikëve, lojtarin më efikas të përballjes. E në vijën e gjuajtjeve të lira Jordan Johnson, 5 pikë ka deri tash. Ja ku është e 6-ta. 5-4 nga vijë e gjuajtjeve të lira për Jordan Johnsonin. Edhe erën e dytë realizohen 7 pikë të Jordan Johnsonit. Atë sa ka dhe Dardan Berisha. Bunjaku. Zeqiri për Valon Bunjakun. Shorter. Bickerstaff. Bickerstaff, fantastik, arrin që të lirohet. Duke shënuar 6 pikë të ti. Aksionin anën tjetër, tentimi është nga distanca, s'ka treshe nga Hampton. Mbetet në kotën e 3 pikëve Qandra Pejane. Aizia Cousins. Aizia Cousins i pasakt. Mbetet rezultati 38 me 27. Dardan Berisha. Që donë edhe njëherë, ezitoj që gjunde për 3, Dardan Berisha! 3 pikësh nga Dardani, kere 2 që qëllon nga distanca, 10 pikë në total. Lojtari i parë tek Peja që realizon pikë 2 shifrore. Bickerstaff në anën tjetër i pa fat. Topi përfundon të Dardan Berisha. 8+ për Bashkimin. Jordan Johnson. Dardan Berisha edhe njerë gjuan kësaj radhe i pasakt.
Lejson Zeqiri, Shorter. Bunjaku. Valon Bunjaku për Bickerstaff i pa përmbajtshëm. Shënon edhe njerë. 8 pikë në total. 40 me 30 rezultati. Hepton. Johnson. Green. Arti Hajdari është ndërhyrje pa rregull të Lejson Zeqirit. Lejsoni që dëshkohet me faulin e dytë. Kërkuar time out. Ne kemi 2 lojtarë në ndeshjet që kanë realizuar 10 apo më shumë pikë. 13 Cousins. Dardan Berisha i ka 10, 2 treshe të realizuara nga kapiteni Pejan. Sa përket statistikave tjera të ndëruar shikues. Për 3 pikë, 7-1 bashkimi. Apo vetëm 14% për 2 pikë, 30-16-53% saktësi. Nga vija gjuajtjeve të lira 9 apo 55% të sakt Prizrenasit. Pejanët për 3 pikë, 11-2, 18% saktësi. Për 2 pikë, 13-8, 61% të sakt. Dërsa nga vija gjuajtjeve të lira 12-8, më falni, 66% saktësi në kërcime. 20 i ka bashkimi, 17 go plus Peja në asistime, 8 Pejanët, 1 më shumë 9 Prizrenasit. Arti Hajdari në vijën e gjuajtjeve të lira. I sakt është në tentimin e parë. Arti Hajdari që realizuan pikën e parë në ndeshje. Herën e dytë i pasak Shorter, kërcen e merr topin. Pasimi për Zeqirin, Isaiah Cousins. Ja kjo gjuajtje e Lake i cili shënon 3 pikë të tij në total. Plus 11 sërish për Prizrenasit. Arti Hajdari. Arti Hajdari. Nga shkelur vjen i pavëmendshëm, nuk është dakord me vendimin e gjyqtarëve, si do që tjetë topi do tjetë për bashkimin. Isaiah Cousins, 2 minutat e fundit të pjesës së parë. Isaiah Cousins arriti që të kryoj hapësirën, mirë po u fauluan nga Jordan Johnson. Shorter. Tjetër ndërhyrje pa rregullt. Shojmë edhe njerë. Jordan Johnson shkaktoi ndërhyrje të palejueshme në Lejson Zeqirin. Lake. Cousins. Shorter. Nga pozita për 3 gjuan. I sakt. 12 pika Shorter. Treshja e parë pas tentimit të parë nga distanca.
45 me 31. 1 minutë 32 sekonda lojë mbetur në pjesën e parë. Super pasim në kënd nga Isaiah Cousins. Vjen gjyri të lira Arti Hajdari, vështira 2 që gjindën në këtë pozit. Tentimin e parë i sakt njëjtë sikur se herën e kaluar. Edhe herën e dytë realizon Arti Hajdari. 3 pikë të ti. 90 sekondat e fundit në pjesën e parë. Isaiah Cousins. Isaiah Cousins për Lake, i cili e krijon hapësirën dhe shënon me gabim personal. Katë 17 me 33. Plus 14 në favorin e Bashkimit e Përsia, më e lartë në ndeshje. Në vjen e gjujrëve të lira Lake. Autori 6 pikve. 48 me 33 plus 15 avantazhi më i thellë i Bashkimit. Deri tash në këtë ballavaqim. Jordan Johnson për Dardan Berishën, i cili gjuan për 3, nuk realizon. Fauli është i Lake. Në vjen e gjojtjeve të lira është Cesar Edwards. Edwards deri tash i ka 2 pikë të shënuara. Ja ku është e treta. Është e parë që qëllon nga distanca, i pati më herët 2 tentime. Së radhe 2-2. Efikasitet në rritje i Edwards. 48 me 35 sekundat e fundit në pjesën e parë. Shorter. Cousins. Një Cousins për mrekulli lirot me tabel provon. I vëmendshëm Lejson Zeqiri, mirë po nuk ka pik për Bashkimin. Dardan Berisha nga pozita qëndrore gjuan treshe e Dardan Berishës. 13 pikë, 3 treshe të realizuar nga Dardan Berisha, i vetmi që ka qëlluar nga distanca tek pejanët. Asistimi i Musa Malës. Është kërkuar time out, jemi krejtësisht në finish të pjesës së parë. 23-17 rezultati në çerekun e dytë. Ne tani tek Bashkimi kemi 2 lojtarë që kanë shënuar pikë 2 shifrore, Cousins 13, Shorter 12 në anën tjetër TP-ja. I vetmi që ka realizuar pikë 2 shifrore është Dardan Berisha. 13 gjithsejt, i ka 3 treshe nga 7 tentime. Është i vetmi që ka realizuar 3 pikësh tek Go Plus Peja. U vënu atje në mbulim Valon Bunjaku. Fatmirësisht që s'ka është në regull të Dardan Berisha pasi u godit në kokë nga ndonjë hedhje e tifozëve. Mirë po, tani që s'ka është në regull me të dhe loja rifilloi pas ndërprerjes. Meriton Ismaili, shkon deri në fund, nuk ka pikë. Provoj atje dhe Bickerstaff, Dardan Berisha.
Dardan Berisha ka ndërhyrje të parregullt. Dy gjuajtje në dispozicion të kapitenit Pejan dhe kapitenit të kombëtarës Kosovës. Një model për basketbolistët e rinj, padyshim që është Dardan Berisha. Ka 13 pikë nga Dardan Berisha. Është era e parë që gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira. 48 me 39. 1 sekondë 50% ka mbetur deri tek fundi i kësaj pjese të parë. 15 pikë nga Dardan Berisha. Këtu mbyllet pjesa e parë të nderuar shikues. Nderuar shikues, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt nga Sezai Suroj për përcjellur edhe pjesën e dytë të duelit të parë çerek final në mes të bashkimit e Go Plus Pejës në kuadër të kupës Kosovës. Një pjesë e parë që u dominuan nga vendasit, të cilët shënuan 8 pikë më shumë se sa kundërshtarët, 48 me 40. Përfunduan 20 minutat e para, çereku i parë 25-18, i dyti 23 me 22. Dy lojtarët më efikas të bashkimi, Cousins 13-12 Shorter. Në anën tjetër të Peja 15 pikë, kapiteni Dardan Berisha, e 7 të tjera i realizoi Jordan Johnson. Tani do të nisë çereku i treti përballjes. Aksioni i parë do të jetë i Pejanëve. Patëm një ndërprerje prej disa minutash gjatë pjesës së parë, kur kishin mbetur edhe 7 minuta lojë. Dardan Berisha u godit në kokë nga tifozët. Më pas gjyqtarët kërkuan që të lirohet pjesa qendrore e tribunës për mbi bankën zyrtare. Më pastaj u kthyen të dyja skuadrat për të rinisur loja. Gjithçka ishte në rregull me Dardan Berishën, si besoi lëndim të lehtë, mirë po krejtësisht i panevojshëm. Pasi loja ishte e bukur nga të dyja skuadrat, rivaliteti i jashtëzakonshëm në parket, dhe nuk e di se si ka arsye dikush që të hedhë gjësende në drejtim të lojtarëve, pa marrë parasysh të së cilës skuadër. Aksioniri i Pejanëve, Jordan Johnson, lojtari që realizoi 7 pikë, shtoi edhe 3 kërcime, 2 asistime në 20 minutat e para. Dardan Berisha ofrohet aty Bunjaku. Musa Mala gjuan për 3, nuk ka shënim, topi përfundon te Isaiah Cousins. Cousins për Shorter, Shorter për 2 pikë, realizon 9 në total i ka ky lojtar. 50-40. Musa Mala lirohet për një moment në tentimin e dytë të realizon 6 pikë të Musa Malës, plus 8 sërish për bashkimin e bërësia më e lartë e portokallëzinjeve në pjesën e parë ishte prej plus 15 pikëve. Jordan Johnson. Musa Mala. Musa Mala për 3, s'ka shënim. 3 tentime nga distanca të Musa Malës. Asnjëherë nuk ka qenë i saktë.
Jordan Johnson për Hampton. Hampton, Green, Jordan Johnson. 2 minutat e para në çerrekun e tretë kaluan. Jordan Johnson ka një pozitë vështirë. Provon është fauluar, 2 të lira për të. Edhe njerë përshojmë faulin e shkaktuar në Jordan Johnsonin nga Lejson Zeqiri. Lejsoni që ngarkohet me faulin numër 3. 50-42. Sakt në gjuhën e parë të lirë, Jordan Johnson, 8 pikë të ti. 7-6 është nga vija gjuhëtjeve të lira. Edhe njerë efikas. Jordan Johnson. 6 pikë avantash për bashkimin. Nisët Isaiah Cousins. Cousins kërkon hapësirën për gjuajtër të fauluar nga Dardan Berisha. Fauli i parë për Dardan Berishën. Mundua që ta bllokoj Cousinsin. Sakt në gjuhën e parë të lirë, Isaiah Cousins 14 pikë të ti. 3-2 nga vija gjuhëtjeve të lira. Edhe erën e dytë të realizon 15 pikë të Cousinsit e kalon lojtari me numrin 7 Shorter që ka 14 pikë tani. Musab Mala depërton, shkon deri në fund dhe shënon 8 pikë të Musab Malës. 52-46. Cousins. Tani Mohamed Ali Janjeva. Në pikët e para të Janjevës. 54-46. Dardan Berisha. Çfarë pasivi mirë atje për Hampton, mirë po fantastik në mbrojtje. Lojtarët e bashkimit dhe Cousins me super lëvizje. Arrin që të shënoj pikën e tij të 17 plus 10 për Prizrenasit, 56-46. Jordan Johnson. Musab Mala për 3 dhe treshja e Musab Malës. 11 pikë të ti për lojtari i dytë me pikë dyshifrore të Go Plus Peja. Isaiah Cousins, edhe njerë Isaiah Cousins, gabim në hapa kësaj radhe. Edhe njerë përshojmë lëvizjen e pak më parshme të Cousins dhe shënimin. Ishin pikë të leta pas asaj lëvizjen nga Isaiah Cousins. Tjetë aksion i ri i Go Plus Pejës. Jordan Johnson. Edwards. Ka ndërhyrje të pa rregullt.
Dhe reagimi i Muhamet Ali Anjevës. 5-58 lojë mbetur në çerekun e tretë. Musa Mala. Çfarë mbrojtja atje nga Shorter. Ja tentimi për 3, nuk ka shënim. Shorter mban në skuadrën sulm. Shorter. Tentimi i saktë është Shorter. 16 pikë të realizuara. Një më pak se sa Isaiah Cousins. Shkon topi tek Hamdon. Dali përpara e bashkimit, mirë po i vendosur mirë në mbrojtje Jordan Johnson dhe ja tani nuk funksionon. Ai tentim për kombinim mirë po në anën tjetër. Shorter shpërthen duke realizuar 3 pikësh. Fantastik. Shorter është në kuotën e 18 pikëve, një më shumë se sa Cousins. Është zakonisht produktiv Shannon Shorter. $60 me 49, po i shohim edhe statistikat e deri tanishme. Është interesant të kësot fakti të ndëruar shikues se Bashkimi vetëm 2 treshe i ka realizuar deri tash, një Shorter e një Lejson Zeqiri. E në anën tjetër Go plus Peja ka 4 treshe, 3 Dardani, 1 Musa Mala. Dardan Berisha. Green. Dardan Berisha për 3 tentimi, nuk ka shënim. I vëmendshëm Green. Gjithnjë Green i shkurtër me gjuajtje Edwards. Jordan Johnson. Jordan Johnson arrin që të lirohet duke realizuar 11 pikë edhe nga Jordan Johnson, atë sa ka dhe Musa Mala. E këta të dy kanë 4 pikë më pak se sa kapiteni Dardan Berisha që ka 15 pikë. Ja, kjo gjuajtje blokohet Meriton Ismaili nga Green, i cili tregohet i vëmendshëm. Shorter, çfarë pasimi atje. E mirë ishte për Lake, i cili nuk e kuptoi idenë e bashkëlojtarit. Edwards. Musa Mala. Musa Mala për Edwards. Nuk arrin që ta bllokojë Lake. Dhe Edwards realizon pikën e 6. 60 me 53 rezultati. E lirë atje Lake, çfarë vizioni për lojë atje nga Muhamet Ali Janjeva. 62-53. Jordan Johnson. Green. Johnson. Musa Mala për 3, tenton, nuk ka shënim. Green, luftarak e merr topin. Edwards provon, nuk ka shënim. Muhamet Ali Janjeva me njerë pasoj për Shorter.
Shorter. 3 minutat e fundit në çerekun e tretë. Bëri tjetër i zhvilluar në Shaninushi të Gjakovës ka përfunduar. Sigal Prishtina ka mposhtur vllaznimin 82-68. E dje Trepça Golden Eagle Ylli 99-102 dhe Bora Raoveci 79-70. Bukur atje, pa problem realizon Lake, 10 pikë të tij, lojtari i tretë me pikë dyshifrore të Bashkimi. Musa Bala në anën tjetër, s'ka shënim. Tjetër gjuajtje gabuar nga distanca e Musa Balës. Gabon atje edhe në Vamu. Ike në Vamu. Ja, çfarë pasimi për Edwards e Green aty i vëmendshëm. Arrin që të shënoj. Pikët e para të Greenit në këtë duel. 64-55. Ka vëshojmë këtë gjuajtje s'ka shënim nga Meriton Ismaili, cili ndalet. Dy minutat e fundit në çerekun e tretë. Edhe njerë përshojmë ndërhyrjen Meriton Ismailin. Pa pikë deri tash Meriton Ismaili, pse ka luajtur pothuajse 15 minuta. Gjashtë dhe pas me 55 plus 10 sërish për Bashkimin. Lishoshaj. Edwards. Mbrojtje mire Bashkimit edhe njerë. Në Vamu. Kthehet shpejt Green, ka ndryrje të parregull në të nga Lejson Zeqiri. Tjetër fauli Lejsonit është i 4-ti. Vjene gjuajtjeve të lira. Green. Taq Green. Ishte ndryrje jo sportive. 3 pikë të Greenit. Apo nuk pati fare në ndryrje jo sportive, sido që tjeti sakt Green. Tani ka 4 pikë, 65-57, 1 minutë e 48 sekonda lojë në çerekun e tretë. Në Vamu. Janjeva. Cousins. Cousins për Muhammed Ali Janjevën. Ka ndryrje të parregullt. Ja, njerë përshojmë momentin e ndërhyrjes Greenit në Janjevën. 2 pikë ka të realizuar Muhammed Ali Janjeva.
Pasak në gjuhet në parë të lirë. Shtira parë që gjindët në këtë pozit Muhamed Ali Janjeva. Herë në dytë shënon 3 pikë nga Muhamed Ali Janjeva. 66 me 57. Dardan Berisha. Dardan Berisha është ndërhyrje pa rregullt. Rëshqiti atje në Vamu, duke favuluar më pas Dardan Berishan. Gjashtëmbëdhjetë pikë nga Dardan Berisha. 3-3 është nga kjo pozit. I ka 3 treshe të realizuara. Edhe herën në dytë qëllan efikasitetin 100% nga vija zgjuarjeve të lira për Dardan Berishën. Vamu provon dhe është treshe e tij. 6 pikë në Vamu. Sekondat dhe minutës së fundit në çerrekun e tretë. Arti Hajdari. Arti Hajdari blokohet. Ndryrja ishte e Lake. Qëllon nga vija zgjuarjeve të lira Dardan Berisha. Arti Hajdari tani do të jetë në vijën e zgjuarjeve të lira. Arti Hajdari që i ka 3 pikë të realizuara. Për afër 8 minuta sa ka qenë në lojë. Ako është edhe pika e 4. 9 plus për Bashkimin. Edhe herën e dytë realizon Arti Hajdari. Gjashtë 19 me 61. Bunjaku. Valon Bunjaku. Në Vamu provon në shtreshe e tij. E dyta në këtë çerek. 9 pikë në total. 72 me 61. Arti Hajdari. Arti Hajdari arrin që lirohet, nuk shënon Edwards. Green. Arti Hajdari. Arti Hajdari shënon treshe. 72 me 64 dhe këtu mbyllet çereku i tretë. Efikase të dyja skuadrat në finish të 30 minutave lojë. Dy lojtarët më produktiv të Bashkimi janë Shorter e Cousins, 18 për Cousins, 17 pikë të realizuara. Edhe Lake luajti mjaft mirë në çerekun e tretë duke realizuar 10 pikë. E në anën tjetër të Peja 17 pikë, Dardan Berisha më efikase nga 11 pikë. E shtuan mala e Johnson.
Për pak qase do të nisë në 10 minutat e fundit të këtij dueli të parit në çerek final në Kupën e Kosovës në mes të bashkimit e Go+PS. Kujtojmë që ndeshja e kthimit do të zhvillohet pas 2 javësh. E rëndësishme për bashkimin do të jetë që triumfoj me rezultat sa më të thellë që është e mundur, ndërsa për Go+P nëse nuk arrin fitore, atëherë të pësoj dispat me avantazh sa më të vogël për t'i dhënë vetës hapësirë për përmbysje në ndeshjen e kthimit. Shtullur në bank Dardan Berisha që ka realizuar 17 pikë, pa më dhe Shorter, autorin e 18 pikëve në radhët e bashkimit. Shtreshe ardhja e Ajdarit, vendimi drejt i gjyqtarëve. Tani do të nisë çereku i fundit. Gjithçka do të jetë përcaktues në këta 10 minutësh të fundit. Mirë, po e nis me shënim në skuadra vendase. 74-64. Tjetër shënim nga Shorter. Tash Green lirohet mirë, po në tendimin e dytë arrin që të shënoj 6 pikë të tij. Edhe njëherë Shorter i pa përmbajtshëm. 22 pikë të realizuara. 76-66. Green. E përshojnë këtë tentim nga Greeni, pasak nisët Bunjaku. E veprem shumë i mirë Bickerstaff, 10 pikë edhe nga ky lojtar. 12 plus për bashkimin. Musa Mala. Hajdari. Green. Musa Mala për 3 Gjuan. I pasakt Eduards insiston atje. Nuk ka shënim, kap topin Bickerstaff. Bunjaku. Bickerstaff atje, fluturon për të mbyllur aksionin me golitje. 4 pikë ekspresë të Çalës Prizrenase. Njerë ka reaguar banka Pejane për kërkuar time-out. Shohë dhe statistikat e përgjithshme të këtë dyja skuadrat. Me të startuar çereku i fundit filloi shkëputja me të tjeshme rezultatit nga bashkimi dhe ja tani 80-66 plus 14, një më shumë plus 15 është e përsia më e lartë e bashkimit në
këtë përballje. Musa Mala. Green. Musa Mala. Musa Mala. Ja, tani s'ka dojnë sekundat e rezervuara për aksionin e PS. Pasimi vonuar ndoshta nga Musa Mala. Shorter. Jan Jeva dhe njerë Shorter. Pasimi mjaft i mirë për Bickerstaff. Në vamo. Bickerstaff nga gjysmë distanca juan s'ka shënim. Më i lartë në kërcim Tash Green. Arti Hajdari. Arti Hajdari, pasimi atje në thellësi për Hemdon. Vazhdon aksioni, s'ka pik për Pejanët. Bunjaku. Shorter të veni atje, mirë po i pasak në gjojtje, me njerë vrejet që ishte i lirë. Në 6 minuta 58 sekonda loj deri në mbyllje. Arti Hajdari, treshe më në fund realizojnë nga distanca Pejanët. 80-69. Shënim në stilin e Arti Hajdarit. Janjeva për Bickerstaff. Në vamo. Në vamo, arrin që t'lirot, mirë po, jo dhe të realizoj pasin dalët në mënyrë të pale i ushme nga Hemdon. Se të shkakton faulli numër 3. Në 80-69. Vamo i ka 9 pikë të shënuara, po shohim edhe Aizia Kazinsin. Dhjetë pik nga Vamo. 81-69. Njëm 10 pik. Arbohet me njerë në Vamo. Njëm 10 pik. 4 kërcime, 3 asistime, 3 topa të vjedhur. Dartan Berisha është rikthyer në lojë. Ja, bukur atje, veproi. Pas atij pranimit të topit fletën, 4 pikë të realizuara, 6 minuta të fundit. Kjo gjuajtje e gabuar Green i vëmendshëm. 82-71 Green. Ka ndërhyrje të parregullt.
Shorter e faulon. Dardan Berisha. Çfarë pasimi mirë për Greenit, cili shënon 8 pikë të Greenit. 82-73, time out. Ka kërkuar trajneri i Bashkimit Igor Jovovic. Po shkojmë drejt një finishi tepër interesant të ndëruar shikues. Vetëm kapitulli i pari ndeshjes çerek finale në mes të këtyre dy skuadrave. Theksojmë njëherë ndeshja e kthimit zhvillohet pas 2 javësh. Per luftojnë në 3 fronte e kampionat, pra Pro Credit Super League, pastaj NBL, ligën ndërkombëtare, si dhe në kup. Shtatëmbëdhjetë pikë Dardan Berisha. Nga 11 i kanë 3 lojtarë, Mala, Johnson e Arti Hajdari. E në anën tjetër të Bashkimi 22 pikë Shorter, lojtari më efikas në ndeshje. 17 pikë Cousins, 12 Bickerstaff, 11 Nvamu e 10 Lake. Aizia Cousins i prin aksionit të ri të Bashkimit. 9+ për vendasit. Lejson Zeqirin nga këndi provon. I pas sakt është fauluar 3 gjuajtje të lira për të. Një 3 pikësh e ka realizuar Lejsoni, 6 tentime. 4 pikë të realizuara. Njerë ishte në vijën e gjuajtjeve të lira, duke arritur që të realizoj. Në 2-2 nga kjo pozit, 5 pikë të shënuara nga Lejson Zeqiri. Herën e tytë nuk qëlloj, edhe një të lirë ka në dispozicion. Shënon 6 pikë të Lejson Zeqiri, 84-73, 5-26 lojë mbetur. Green. Ja, kjo gjuajtje për Treshe nuk realizoi fletën. Aksionin anën tjetër. Kontrirje të parregullt. Fauli është i Lake. Personalja e 5 e tij duhet largohet nga loja. Pas minutat e fundit të kësaj përballje. Fletën Arti Hajdari. Dardan Berisha për Treshe, efikasiteti dobët i pejanëve në këtë finish të ballafaqimit. 84-73, Bickerstaff shkon deri në fund duke shënuar pikën e tij të 14. 86-73. Dardan Berisha. Touch green për Arti Hajdarin.
Në fletën. Dardan Berisha. Pasimi për Green. Një Green lirohet mirë po nuk shënon. Afër ti qëndroj Lejson Zeqiri. Nuk ja marrë topin. Aizia Cousins. Tentimi ti nuk ka realizuar. Bickerstaff i vëmendshëm. Edhe njerë shënon për 88 me 73. Rikthehet avantazhi prej 15 pikësh, që është më i lartë i këtij ballafaqimi për Bashkimin. Kujtojmë që Go Plus Play asnjëherë nuk ishte në epërsi në këtë përballje. Folohet Green. 3:37 deri në fund. Green 8 pikë të realizora 2-2 nga kjo pozit. Edhe herën e tretë Qolan. E sakt në 2 gjuajtjet edhe kësaj radhe Touch Green 10 pikë në total. Cousins Shorter lirohet dhe shënon 24 pikë. Arti Hajdari tenton nga distanca, nuk ka shënim. Mirë po Edwards aty. E vëmend që merr topin dhe shënon. Tre minutat e fundit të përballjes. Cousins bukur veproi Bickerstaff. Shënon mirë po shojnë pikët nuk do të pranohen. Eduard zot jep në vjen e gjolive të lira. Sakt në tentimin e parë. Nënt pikë të këtij basketbollisti. Krejtësisht në finish të përballjes. Shkërkuar time out, kujtojmë edhe një herë që lojtarët më produktiv të PEA janë Dardan Berisha 17 pikë, kanë 11 i kanë Mala Johnson e Hajdari 10. Green në anën tjetër të Bashkimi 24 pikë Shorter, 17 Cousins, 16 Bickerstaff, 11 Nvamu e 10 Lake.
Nis aksioni I bashkimit me Shorter. Lejson Zeqiri. Kosins. Lejson Zeqiri. Kosins. Kërkon deportimin Aizia Kosins, blokohet nga Green. U dy fishua atje Aizia Kosins. Jordan Johnson. Green. Arti Ajdari. Dardan Berisha. Jordan Johnson për tresh gjuajtja, s'ka shënim. Ka ndërhyrje të pa rregullt në Edwards. Nga Biggerstaff. Edwards do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira. 10 piki ka të realizuar, ka shtuar edhe 6 kërcime, 2 asistime. Dy minutat e fundit, 90-81. Shorter. Ka bënë pasim. Këtari me numrin 8. Nvamu. Tash Green. Johnson. Ajdari për Green. Këtë Green. Ka bënë pasim. Nisët Zeqiri. Shorter. Provon nga distanca, realizon treshe. 27 pikë të ti, 2-3 pikë shatë qënuar. 93 me 81. 80 sekundat e fundit. Johnson. Edwards realizon me gapjen personal. 12 pikë të... Në fakt 14 pikë të realizuar nga Edwards. Plus 9 avantazhi I bashkimit. 60 sekundat e fundit. Nvamu. Ka gjysmë distanca I shkurtër me atë gjuajtje. Nër topin Arti Ajdari. Jordan Johnson. Shkon të në fund, dalet në mënyrë të palejueshme. Jordan Johnson 11 pikë të ti, 8-7 është nga vija gjuajtjeve të lira, tani 9-8. Edhe herën e dytë realizon. Shorter. Aizia Kosins. Aizia Kosins, Shorter. Meriton Ismaili nga këndi dhe më në fund qëllon Meriton Ismaili. Tentimi 2 për 3, pika 4 në përgjithësi, mirë po shënim edhe në anën tjetër. Dardan Berisha.
4 treshën nga 10 tentime për Dordonin, ndërsa para prakisht Meriton Ismaili realizoi 3 pikëshin e parë në ndeshje. Shumë afër finishit të ballafaqimit. Shojmë edhe statistikat nga fillimi. Bashkimi ishte skuadër më mirë në parket, duke krijuar edhe përsinë maksimale që shkoi deri në plus 15. Asnjëherë skuadra Pejani nuk arriti që të krijonte përsi në këtë përballje. Disa aksioniri Bashkimit, çastet e fundit të përballjes. Vabo. Duke luftuar Pejanët në këto çastet e fundit dhe janë duke përpjekur që të ngushtojnë sa më shumë që është e mundur këto e përsi të Bashkimit. Duke menduar gjithmonë ndeshjen e kthimit, cila do të zhvillohet në PEI. Duke munduar basketbolistët mysafir që t'jenë sa më shumë që është e mundur racional në këtë finish për të realizuar sa më shumë pikë që është e mundur. Shojmë Sharon Shorter, 27 pikë, 4 asistime. Është zakonisht produktiv dhe lojtari më mirë i këtij ballafaqimi, pa diskutim. 96-89. Ndryrje pa rregull të Meriton Ismailit. Të shikojnë momentin gjyqtarët përpara më saktësisht se çfarë ndodhi. Shikon edhe sekondat në semafor në gjyqtarët, 2 gjuhje të lira për Jordan Johnsonin.
autorin e 13 pikëve sonte, 19 nga vija gjuajtjeve të lira. Saktë Johnson, 14 pikë të realizuara, 90% i saktë nga vija e gjuajtjeve të lira. Në dytë nuk ka realizuar kundërhyrje të pa rregull nga Edwards. 96 me 90. Nëse nuk do të ketë më pikë, atëherë një gjë është e sigurt që skuadra e Go plus 5 do të nisë ndeshjen e kthimit me -6 pikë. Gjithçka do të jetë e hapur në atë përballje. Kundërhyrje pa rregull nga Arti Hajdari. Njerë për shohim foldin e shkaktuar në lojtarin me numrin 8 në Vamo. Isaiah Cousins, ja tani Lejson Zeqiri në qasët e fundit, gjua nuk shënon, byllët përballja 96 me 90, pra Bashkimi e fiton ndeshjen e parë qerek finale ndaj Go plus 5. Një ndeshje dominuar megjithatë nga Prizrena, siç që nga fillimi e deri në fund. Lojtari më efikas te Bashkimi ishte Shorter, 27 pikë të tij. Pastaj 17 pikë e 10 asistime i shtoi Cousins, me 16 pikë luajti Bickerstaff. Në anën tjetër TP-ja më efikasi Dardan Berisha, 20 pikë, 4 gëzime, 2 asistime. Për këtyre pikëve 4 herë qëlloje për 3, me 14 pikë, në fakt me 15 pikë luajti Edwards, me 14 Johnson e me nga 11 mala e Arti Hajdarit. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra sa i përket këtij transmetimi. Unë ju falenderoj për vëmendjen e ju vazhdoni të qëndroni me kanalet sport të platformës Art Motion. Natën e mirë.